Bundestagu Gjerman ka bërë disa lehtësime tatimore që prekin të gjithë punëtorët në Gjermani, por edhe qytetarët dhe disa biznese ku punojnë edhe shumë shqiptarë. Këto lehtësime tatimore arrin shifrën prej rreth 5 miliard në vit, me vendimin e shumicës partive në pushtet, CDU, CSU dhe SPD, në Bundestag u vendos pra që të ulet tatimin në vlerë të shtuar për gastronomi nga 19 në 7%. Kjo thot se në restorante do të duhej të ulen edhe çmimet e ushqimeve, por kjo nuk vlen për pijet. Çmimet e pijeve edhe më tej do të paguhen me një tatim në vlerë prej 19%. Por të kuptohemi, në ligjin e miratuar sot nuk thuhet se pronarët e restoranteve janë të obliguar që t'i ulin çmimet. Megjithatë, nëse duan më shumë qarkullim, me siguri që do të ishte mirë që të ulin çmimet. Sidoqoftë, qëllimi i qeverisë gjermane është që të ndihmojë pra dhe të stabilizojë punën e gastronomisë, sepse gastronomia kohët e fundit është prekur më shumë për shkak se njerëzit në kohrat e krizave natyrisht shkojnë më rrallë në restorante dhe shpenzojnë më pak para për ushqime e pije. Këtë me siguri e din edhe shumë pranar apo dhe punëtor shqiptar që punojnë në sektorin e gastronomisë. Një lehtësim tjetër që prek të gjithë punëtorët është edhe rritja e pagesave për rrugën që punëtorët kalojnë me makina nga shtëpia deri në vendin e punës. Ata tani mund të heqin nga tatime 38 cent për një kilometër të kaluar dhe ate për çdo kilometër. E ashtu quajtura pender paushale deri tani është paguar 30 cent për 20 kilometrat e para, ndërsa nga kilometri i 21 është paguar 38 cent. Ndërsa me ligjin e ri, nga tatimet mund të zbriten pra 38 cent për çdo kilometër të kaluar. Me ligjin e ri parashikohen ndryshime edhe për personat që bëjnë punë vullnetare. Për këtë punë vullnetare, personat mund të marrin një pagesë vjetore paushale prej 960 euro, deri tani ka qenë 840. Ndërsa, për drejtuesit e stërvitjeve të ndryshme është rritur pagesa nga 3.000 në 3.300 euro në vit. Kjo do të thotë se shoqatat e ndryshme mund të japin më shumë pagesa për personat që bëjnë punë vullnetare. E t'ju kujtoj se pagesat për punë vullnetare nuk futen në tatime. Pra, për këto pagesa nuk duhet të paguhen tatime. Bundestagu ka miratuar edhe disa lehtësime për antarët e sindikatave, për sportistët në lojrat olimpike e tjere, por besoj se kjo është më pak relevante të paktën për ne. Sidoqoftë, me rëndësi është që këto ndryshime ligjore që janë bërë në Bundestag tani duhet të miratohen edhe në Bundesrat dhe atë me datën 19 dhjetor. E nëse kalojnë edhe në Bundesrat, ato do të futen në fuqi vitin e ardhshëm. Nëse kjo vitin e ardhshëm t'i glën ndoshta pak edhe larg, por kjo është me 1 janar 2026, pra shumë shpejt. Miqdashur, këtu ishin informacionet nga Bundestagu për ndryshimet dhe lehtësimet tatimore. Nëse doni, ju mund të abonoheni në kanalet e mia dhe mos harroni ta shpërndani edhe këtë video, sepse me siguri që ka edhe shumë punëtorë shqiptar që i gëzohen këtij ligji të ri. Faleminderit që jeni me mua dhe miropafshim.